E frikshme duket dhe mëngjesin e sotëm ngjarja aksidenti tragjik të mbrëmjes së njëjtës që i mori jetën 18 vjeçare Zvikena Greku dhe la të plagosur drejtuesin e mjetit tip BMW dhe 2 këmbësor. Pamjet që sjell mëngjesin e sotëm nga ngjarja Durrës Lajm tregojnë shumë çka nga dinamika e aksidentit të regjistruar rreth orës 22:15 të mbrëmjes së dieshme. Makina e drejtuar nga shtetasi me iniciale AG, 26 vjeç dhe banues në Fier, ka shkatruar barierat mbrojtëse dhe ka fluturuar nga ura e Dajlanit e më pas ka përfunduar tek një biznes lulesh në hyrje të rrugës Pavarësia në zonën e plazhit. Përveç 2 personave që ndodheshin në mjet, ku pasagjerja 18 vjeçare humbi jetën, të plagosur rënd mbetën dhe drejtuesi i mjetit dhe 2 këmbësor në moshë të re, përkatësisht shtetasit me iniciale TT 33 vjeç dhe shtetasi me iniciale AM 35 vjeç, të cilët ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. Che nevoi per dire